Ai përjashton çdo efekt justifikues të pëlqimit të viktimës, pra kurse si nuk mund të përdoret pëlqimi i viktimës si mas apo justifikim për të lejuar, pra për të shmangur nga ndjekja penale, zgjeron gjithashtu për kufizimin e shfrytëzimit dhe kriminalizon përdorimin e shërbimeve të ofruar nga viktimat e trafikimit. Pra, edhe një herë, ashtu si në rastin e veprave që shtohen në Kodin Penal, ku kanë fokus mbrojtje të miturve, edhe në rastin e viktimave të trafikimit, as justifikimi, as një argument tjetër që mund të përdoret nuk mund të shkojë për lehtësimin e autorëve të kryer vepra të rënda kriminale. Të nderuar deputet, kjo paket adreson gjithashtu problematika konkrete që kanë cënuar rënd sigurinë dhe rendin publik, territorin dhe mjedisin. Ashpërsohet ndjeshëm trajtimi penal për zënjen e paligjshme të tokës, ndërtimin dhe shfrytëzimin pa titull ligjor, veçanërisht kur këto vepra kryhen në zona të mbrojtura, në parqe natyrore, në objekte të trashëgimisë kulturore, të cilat përfaqësojnë dhe kapitali shpirtëror të kombit shqiptar, apo në infrastrukturë kritike. Dënimet bëhen edhe më të rënda, kur autorët janë pikërisht persona të cilët kanë për detyrë të garantojnë zbatimin e ligjit dhe për shkak të funksionit tyre publik, ato nuk e bëjnë këtë gjë. Rrjedhimisht ato nuk mund të dënojnë njësoj si persona qytetarë të thjeshtë, por kanë dhe përgjegjësi të shtuar. Kjo bëhet e mundur fal këtyre ndryshimeve në Kodin Penal. Po ashtu, përmes këtyre ndryshime forcohet ndëshkimi për zjarrvënien në pyje dhe mjedise natyrore, marrë këtu në konsiderat dhe dëmet e mëdha që kanë ardhur dhe verën e shkuar nga zjarrvëniet në zonat të ndryshme të Shqipërisë, dhe sidomos ku flasim për rrezikun që kanoset zonave të banuara, pasurive kulturore apo infrastrukturës jetike, ose kur zjarrvënia përdoret si mjet për ndryshimin e destinacionit të tokës, gjë që rëndom për fat keq ka ndodhur në vendin tonë. Një ndërhyrje e matur por domethënëse bëhet edhe në një fenomen të përditshëm që ka pasoja serioze për jetën e qytetarëve, që lidhet pikërisht me parkimin në rresht të dytë, i cili trajtohet si vepër penale vetëm në ato raste, dua të theksoj, ku pengohet seriozisht qarkullimi i mjeteve të emergjencës, të ambulancave, të policisë apo të zjarrfiksës, dhe sigurisht dëmet do të ishin kolosale nëse për shkak të papërgjegjshmërisë të dikujt i cili parkon aty dysh dhe sfidon hapur shtetin, rendin, sigurinë, policinë, çdo autoritet tjetër, mund të digjen banesa, mund të ketë fatalitete, kështu që absolutisht përballë një situate të tillë, të dokumentuar dhe nga statistikat e ardhura nga policia e shtetit, ne nuk mund të rinim apatik, përkundazi duhen ndërhyrje ligjore në mënyrë që kjo të jetë një masë e fortë parandaluese për çdo kënd që është i papërgjeshëm dhe sfidon hapur ligjin dhe të drejtën e çdo kujt tjetër që të vazhdojë jetën normalisht, dhe aq më tepër ku bëhet fjalë për ambulanca, për zjarrfikse dhe për policinë e shtetit, e cila mund të jetë në operacione ndryshme. Një tjetër, po ashtu, ti hapë rrugën gjithkohën e ka hapë, në fakt me kohë me vakt, por po flasim për qytetarët dhe për ato që u kanoset tjetër. Një tjetër element i rëndësishëm i kësaj pakete është forcimi, ja dëgjoj këtë se gazetarët kanë më shumë interes për këtë, jo për ato batutat e tyre, dëgjoj këtë. Tani, qeveria shqiptare ka marrë një angazhim që nuk ka ndodhur kur më parë, kështu e gjetëm, kështu e kishit lënë, pavarësisht se bëni shumë të ndjeshëm ndaj mbrojtjes së fjalës të lirë, në fakt për herë të parë shteti shqiptar shkon me një nizmë shumë serioze, ku ka duke në mbrojtje të shprehjes, pra lirisë së shprehjes dhe një vendi më demokratik që i përqafon punën dhe misionin e gazetarëve, pa e vendosur ata përpara presionit për procedim penal për shkak të akuzave që mund të bëhen për shpifje, sidomos kur ata janë në mirëbesim, apo kur qartësi ata po kryejnë detyrën e tyre duke respektuar etikën dhe misionin e gazetarit, nuk mund të ketë kurse si ndjekje penale për ta. Qeveria shqiptare ka shprehur qartë vullnetin e saj dhe kjo ka qenë në konsultim pa dyshim dhe me Komisionin Evropian, por nuk jemi mjaftuar vetëm këtu. Krahas dekriminalizimit të shpifjes për gazetarët, kemi shkuar dhe më tej, duke garantuar mbrojtje specifike për ta, ku në nenin që përkon me kanosjen, në fakt ne ashpërsojmë dënimin për çdo kënd i cili po
kanos gazetarin, i cili është i qartë që po kryen detyrën e tij, dhe pra ne kemi një veprim të dyfish për gazetarët, jo vetëm i lehtësojmë ata nga çdo kallëzim i mundshëm për shpifje, po shkojmë akoma më tej duke vendosur një standard të ri që nuk ka ekzistuar më parë në Shqipëri për mbrojtjen specifike të gazetarëve në, si shpreh kjo e qartë, e vullnetit të qeverisë shqiptare për të stimuluar lirinë e shprehjes dhe punën investigative që bëjnë gazetarët, kur gjithmonë ata e kryen atë në funksion të detyrës tyre, në funksion të kodit të etikës dhe misionin tyre shumë fisnik që ne padyshim vetë e inkurajojmë. Nga ana tjetër, do të thoja që në tërësi kjo paketë ndryshimesh përfaqëson një politikë penale më të qartë,